Kemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë pjesë të dytë, siç edhe lajmërova, do të kemi një intervistë me kryetarin e Partisë Agrare Ambientaliste, zotin Agron Duka, i cili në fakt nuk ka marrë pjesë në zgjedhje, pra nuk ka qenë kandidat, por partia e tij ka marrë ndoshta mes aleatëve të zotit Berisha, partia vetme që ka arritur të marrë rezultat më të mirë se sa mandate Partia Demokratike i ofroi. Dhe besoj këtu do kemi mundësi ta bëjmë analizën me zotin Duka në raport me partinë e tij, cila do të jetë qasja në raport me opozitën dhe në raport me mazhorancën. Mirëmbrëma, mirë se erdhe zoti Duka. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Në fakt ne kemi bërë një analizë dje në fakt me të gjitha partitë aleate dhe ju rezultoni se i keni ofruar diku tek 23.000 vota Partisë Demokratike me kandidatë hapur dhe keni marrë vetëm një kandidat. Pra në një farë mënyre i binde që të merrni dy kandidatë në listat e mbyllura, por keni marrë një kandidat. Ndryshe nga partitë e tjera aleate që kanë përfituar më shumë, ka përfituar LSI-ja me gati 26.000 vota dhe ka marrë 4 mandate. Jeni në një farë mënyre i kënaqur me rezultatin që arritet? Jo, natyrisht pritshmëritë ishin më të mëdha, po tash pasi pam rezultatin, po. Besoj që, domethënë, rezultati është i kënaqshëm. Nëse do të krahasojmë, për shembull, do isha mësues, edhe do i veçë një notë nga 1/10, më meritojmë notën 8. Jo shumë mirë, po mirë. Kjo për arsye se opozita në përgjithësi pati këto rezultate që dihen, pra jo vetëm ky koalicioni i PD-s dhe Shqipëria Madhështore, por edhe këto partitë e tjera nuk kapën pritshmëritë që mendonin. Të them drejtën, unë synoja mbi 30.000 vota. Ne arritëm të marrim, se ju thati se 3, po mos na hiqni nga 600, se nuk janë pak, edhe 600, 23.600 vota. Kemi marrë si parti. Edhe këto nuk janë reale të gjitha. Pse? Pse? Sepse ndonjë nga kandidatet ka proveniencë nga PD-ja, që ne kemi vetëm i kemi vënë siglën. Siç është Jail Basanit edhe i Beratit. Të cilët të dy, ata kanë rritë rreth 3.000 vota. Pra, po, nëse aty ne s'kemi asnjë lloj ndikimi, besoj se kemi, si Partia Agrare, po ta zgjejmë se ato janë gjithë vota PD-je, ne bio kemi 20.000 vota. Me kandidatët tanë. Do e fillim nga Shkodra, një kandidate shumë e mirë që ka qenë duke edhe ke ju në studio tuaja, ka bërë një fushat të mrekullueshme, ka marrë rreth 2.000 ca vota, nuk janë pak. Jo, vetëm ndërpres, sepse ju realisht keni marrë 20.000 vota, pra thoni të kandidatëve. Jo, them kandidatët të Partisë Agrare Ambientaliste. Pikërisht. Sepse dy nga ata kanë sinë pas. Por kemi bë kompromis, për shembull Berat, është një Olqion Merdari, i cili ka marrë 1.000 ca vota. Që, domethënë, kandidati që kisha unë toleroj, ai që ne mendonin, thotë, okay, le dalë ky, me qenë se, domethënë, ishin, domethënë, donte të përfshinte në garë, po ishte i PD-s. Okej. Po t'ishte kandidati juaj, do kishte marrë më shumë? Mbase mund të merrshim edhe më pak, mbase hiç nuk e di. Unë po llogarit sikur ato janë vota PD, vota veta, kështu që vota po ai aty janë 20.000 vota. Nëse unë e vura re, diku ju keni diku me këto llogaritë që bëni 6 apo 7 kandidatë tuajt në listat hapura, pak a shumë. Ne kemi 9. 9, po 2 heqim të PD-s i bie. Po i heqim, jo, edhe kjo. Domethënë du me qenë sa më real, sepse fundit edhe nëse do vjenim kandidatët tonë atje, besoj do të diçim 0, po them 0. Okej. Jo pyetja ime është neve 20.000 vota në gjë. Di pse e bëj këtë? Sepse është e tmerrshme që ka një fobi ndaj partive të vogla, edhe, domethënë, shiq që qëndrim është marrin disa militantë PD-s. Ka bot një status Facebook i Partisë Agrare Ambientaliste. Përgëzohen se kanë marrë 23.600 vota. Çka keni marrë ju? Se juve keni marrë vota PD-s, ju kanë falë mandatin, ndërkohë do hynte Ali Mehmeti, ku di unë ca prava. Nga ana tjetër, del dashehi vetëm atje, apo Agronshe i thonë aty, po që bonëm, se po doli vetë dhe shkatrut për dënë, se po t'ishtë me i dhenë. Me qartë. Të shi që bonëm, që do thot ka pa qartësi. Ushe keqe që i bomë neve, ne s'bomë vetëm të mirë, sepse gjykoj unë, po flasim post. Unë e kam thonë gjithmonë, llogaritja bëhet domethënë me pragmatizëm, matematikore. Nëse ne ditë që vetëm mund të merrshim më shumë vota, sepse do kishte vetëm sikl pa haje. Ktu jemi në habitat jo tonin. Nga ana tjetër, duke qenë se do kemi 140 kandidatë, natyrisht gara do ishte më e fortë. Mund shkoshim edhe 30.000 vota, edhe 40.000. Por
99% ne nuk gjeshim kandidat. Ishte shumë e vështirë që të kapet atë pragun afërsisht 10.000 vota në qark. Për shkak kodit. Nga ana tjetër, ne do i hiqim PD-s. Do të i hiqim kandidat. Për shembull, po mos me ta lodh trunin edhe ty edhe njerëzve që gjej po them, Lesha e ka humbur një mandat, domethënë Partia Socialiste ka humbur mandatin për 71 vota. Kandidati i Partisë Agramitalistë, jo i Huazum, ka marrë afër 3.000 vota. Që janë një shumë. Po jo, po kishte jep mandati Partia Socialiste. Po, jo, me që e përpreket këtë pikë. Nëse do të shohë e militanti PD-s, me këtë sy, nuk mund të më thotë mua që ju keni fituar nga kjo punë. Po pse është ky tension nga PD-ja? Pse kjo një lloj mos vlerësimi ndaj partisë suaj? Jo të gjithë. Ka në që mendon kështu. Se nuk është se mu personalisht, kudo që kam qenë, kam prit mirë dhe këtë PD-s, kuptohet. Por ka ndonjë dhe unë du të qëroj pikërisht këto njerëz. Jo, ne kena pas, domethënë, interes reciprok. Pra, ne mund të meshim ma shumë vota, po si konvertoni në mandate, nga ana tjetër, i hiqim Partisë Demokratike mandatin nëse dishin vetëm. Si që nodhi, për shembull, nëse Tazeme, ai ka bë punë vetë dhe bravo i qoftë ku diun mori 70.000 vota. Ja po Sa ka marrë kështu? Ka marrë 70.000 vota? Jo, diku më pak se 70.000. Atë 60.000. Tazem 60.000. Mori 2 mandate. Po këto 2 mandate nuk mund t'i merrte atje mrena, u bëshin 6. Po t'ishte të PD do merrte 6. 6. Masanej ai luftën politike, dhe ta shifnim me pragmatik, sepse o kodi i tillë. Po, i qartë. Kodi shumë i shumtuar, që në partenë të vjedhin, ky kodi me vjedh. Kështu që duke qenë kështu, ti do me bë hile, unë s'po pranoj hilen tate. Me që jemi tek po konformohen me këtij kodi, pa bëj te që bëm neve. Me që jemi te zona juaj, që është dhe zona më me influencë, ju keni Durrësin. Në rast se do të kishit dalë vetëm, a do ta ruante PD-ja mandatin e 6? Pra 8-6, sepse ka pasur një vëshmëri nga socialistët që dilën 9-5. Po të llogarisim që ne po dilshim vetëm natyrisht, siç thash unë, normalisht do të meshim më shumë vota. Po dilshim vetëm, natyrisht unë do të detyrosha servikosha edhe për vete. Do dilje vetë si kandidat. Kryet listës. Edhe unë kam dhënë prova që në kryet të një listë unë kam marrë 10.543 vota. Para një 10 vjetë, ka 12 vjetë, 2013. Në base nuk merje aq, po rrodhë 8. Gjysmën do të merri. Kështu që në këto kushte mund edhe të mos mesha mandatin, edhe nga në tjetër mund edhe t'ja hiqë mandatin 6 Partisë Demokratike. A ishim aleat. Pas këtyre zgjedhjeve, si do ta konsideroni, le të themi, të ardhmen e opozitës? Pra, Partinë Demokratike, e cila në një farë mënyrë ka marrë një rezultat shumë dobët dhe është në dilemën, ende nuk është shtruar çështja tek niveli lartë i saj, po është në dilemën a duhet jetë apo jo Sali Berisha. Jo, se duhet jetë Sali Berisha apo jo, këtë duhet ta vlerësoj Partia Demokratike. Domethënë janë ata që duhet thonë, edhe duhet jetë vetë zoti Berisha që të vendosi. Sepse dihet që ke patin e një udhëheqës partie që nëse si ke vetë ta heqë kush, unë s'maj men. Ka 34 vjetë. Ba me në rast? Jo, nuk ka. Edhe rastin, anë shqiku. Pastaj tjetër gjë që këtu tregu ma ashtu, dhe me thënë e pastroj fushën edhe, dhe me thënë nuk nodhe si s'nodhe me bashën. Por, në përgjithësi, është aji që i vendosë. Edhe të shimë vazë si që optike ka, si e shef situatën politike brenda vetes, edhe në Shqipëri. Me se kam një gjuhë, që keni gjuhë dhe ju, base keni pasët në për intervista, Berisha thot që zgjedhjet janë të vjedhura, kështu që unë në këto kushte nuk kam sepse jap drejtën. Pra është ai që vendos. Te kjo temë, çfarë mendon Agron Nduka në cilësinë jo të personat Agron Nduka, por në cilësinë e kreut të Partisë Agrare Ambientaliste? A ka patur probleme me zgjedhjet, pra a janë zgjedhjet në atë pikë siç thot Berisha që të mos njihen apo jo? Nuk e di që, dhe me thënë, edhe nëse them unë të njihen, apo mos njihen, fjalime nuk... Jo, se ju një pjesë e lojës e garës, pra, duhet të jetë... Ajo që je pesh, janë 50 mandatet, pra ajo është Partia Demokratike, ky koalicioni. Kështu që dhe unë po jap mendimin tim, pa dyshim, që zgjedhjet patën shumë e shumë probleme. Dhe me thënë, një ndër problemet janë, dhe me thënë, përdorimi i administratës publike, në mënyrë masive. Ta themi troq edhe ndikimi të fortëve. Kjo më ka dalë mrapa, ose herë kam dalë në për studio. Ajo që ne duhet bëjmë, ne si politik, duhet shkëpusim politikën nga të fortit, duhet shkëpusim politikën nga krimi. Kanë tentu nga dy krahat me pas, sepse kjo bo me tot pune. Nëse s'ke një të fort mrapa, e ke shumë të vështirë.
Në më thonë, si argumentojmë këte? Nështë ajo me fakte, po në bazë zgjedhjeve. Ka njerëz cilët janë njerëz anonim, në kushte normale, një njeri lokal që ka i farë ndikimi, shko 4-5.000 vota. Nuk ka mundësi të shkoj ma shumë. Së më shkësh 20.000. Që do të thotë nuk janë... Ska pra, janë të përgojuar për mbështetje të njerëzve të fortë. Janë të përgojuar. Janë një 3-4 raste ju i dini. Të që si mund të thushti, sepse do thushti dhe këte, o SKPS e ka votu struktura. Po ta mene ty që struktura voto ka ma shumë atë se Pandmajkon, merë 4.000 ca vota Pandmajkon, edhe merë 20.000 vota, ku di unë, merë një njëri që nuk ka si lloj kontributi. S'kam si gjohën me atë personin. Po të lënë të dyshosh që këtu, dhe më thënë, ka diçka që nuk shkon. Okej. Po nëse unë dua përgjigjen të drejt për drejt të Agron Dukës si kreu i PAS që përfaqësohet në parlament, a duhet njihen zgjedhjet apo jo? Se ju jeni opozitar dhe që të japur një përgjigje të saktë, ose a i njihni ju zgjedhjet apo jo? Se a duhet njihet është diçka më relative? Çfarë pretendime shka PD-ja edhe zoti Berisha. Me sa di ato kanë pretendime edhe kanë fakte konkrete, duhen shqyrtu ato fakte, nëse janë apo jo të vërtetë, dhe pastaj do të vendos. Besoj që është shpejt që unë të them që njëna, po të pyesësh personalisht, edhe me eksperiencë që kam unë, mas zgjedhjeve sado që mund t'i përgojosh, për mirë për keq, është shumë e vështirë që të ri bëhen zgjedhjet, dhe me thonë. Është pothuajse e pamundur. Megjithatë luftën opozita do ta bëjë, sepse do të vijë një kohë që të përmirësohen patjetër, dhe këto nuk mund të përmirësohen nëse ti rri pasqyrë. Domethënë gjëja kryesore është përdorimi i administratës edhe lidhja me njerëzit që kanë rekorde kriminale, pra të fortit. Dëgjoj, po bëhet shumë e dhimbshme kjo. Megjithatë zoti Duka. Shumë alert kjo, Se ju thatë të fortët maksimumit e 3.000-4.000 vota, po prandaj po them. Jo, nuk thash ashtu, jo, nuk thash ashtu. Po thash që shumë njerëz, që kanë marrë, thash 3-4 raste, po më të ketë raste tjera nuk e di, po 3-4 raste që binë sy edhe që janë vlen të diskutohet, domethënë njëri që merret me këtë lloj shkencë, i quhet politik, sa do naiv tjetë, sa po ta shofi këtë rezultat, do nga i pikë pyetje, 1, 2, 3, 4. Edhe ka dhe raste tjera. Për shembull, nuk mund dyshosh për Arlon Kalan, se nuk dyshot do të, s'ka pas prapa, as të fort, as ka përdor lek, ka pas një komunikim publik fantastik. Unë se përdor shumë të fjalën fantastik, bile kompezdi, se fantascienza, si kështu. Po gjithësi ai çuni ka pas me gjithmonë. Ore të morish, nuk e di, rreth 9.000 vota. 8.000 e pak vota. Sa? 8.000 e pak. Po mirë, 8.000. Ja, unë që kam eksperiencë për këtë punë, them është një nga njerëzit me një arritje të jashtëzakonshme. Si që këto dy të Partisë Demokratike, që është kjo Jorin Thabaku dhe... Megjithatë, zoti Duka, se ju... Ky kodi është shumë i padrejtë, domethënë. Patjetër, te kodi bjem dakord, po... Padrejtësia këtij kodi është ky Ali Mehmeti, me njerëz që janë mërë në parlament. Kjo është padrejtësia e madhe shumë. Zoti Duka, kontrasti më i madh është kjo. Ali Mehmeti me 19.000 vota, 80.000 e caku di unë, ndërkohë një tjetër nuk votohet fare. Dyshoj që nga ato 12 që aty mund të ketë në një që po të votohet dhe merr 10.000 vota, ky jashtë ajo më. Mes atyre që janë... Gabimi më shumë që PD-ja e pranoi këtë lloj kodi. Unë kam qenë kundra. Edhe kam votu kundra. Nuk di se si më pranu dhe për Leandrën, po si duket si ngeli hati për këtë punë. Nuk kam votu kundra. Po, e mbajmën. Kam qenë absolutisht kundra dhe jam kundra. Nuk mund të ekzistoj, domethënë, një garë e barabartë, kur 100% është e pa barabartë. Gjejmë vëlla një famulë që është e barabartë. Ka pas majoritar, kok, u konsiderua e fort, ose një listë e hapur komplet, që thotë to është listë e shqyrë. Dua të kthej pas në memorie se Berisha i krahason këto zgjedhje me vitin 2001. Atëherë fitoi majoritar, padyshim, po me idenë që manipulimet ishin aq të mëdha, ndërkohë kësaj radhe ai bën krahasimin duke lidhur edhe me një 4 vjeçar që sipas tij do të jetë i kushtëzuar nga faktorët ndërkombëtar tek e majta. Por me përvojën tuaj, pavarësisht çfarë ju thatë problemeve që keni konstatuar, a duhet vihet në diskutim rezultati i mazhorancës apo jo? Po, të thash, pra, nuk e di që përgjigje kërkoj unë, si do që të them unë, nuk e vjen diskutim. Sepse ajo është gjatë një rezultat. Edhe kjo nuk varet nga unë padyshim,
që këto që janë parlament, që përfaqësohen nga Partia Demokratike, që partia më e madhe që ka, pavarësisht rezultatit do të ka 50 deputet, nuk janë pak, kupton? Është një forcë më e madhe mas 50. Po. I takon këtyre që me fakte konkrete, nëse kanë fakte, të thonë që duhet një apo jo zgjedhjet. Nëse s'ka fakte, sa të që mund të klasësh, edhe mund më shpërqej të rezultati, zgjedh do njëhen. Zoti Duka, ju keni te kjo pezit që keni një deputet, Zoti Luku, nga Durrësi, i cili do të jetë opozitar për 4 vite, apo në varësi, për shembull, nëse kryeministri do i duhet një vot për reformat rëndësishme, për shembull reformat që lidhen me integrimin, apo reformat që lidhen me kodet, se kodet ju i dini votohen me 84 vota. Cili do jetë qëndrimi i Partisë Agrare Ambientaliste në parlament? Ai është individ, cili ka votën e vet. Pra do jetë i lirë, po thoni, nuk do ketë orientim nga ju? Jo, prita më, nëse do të dëgjoj mu, ati i tako me qenë opozit për 4 vjet. Po. Sepse e kemi marrë mandatin në aleancë me Partinë Demokratike që nuk e dim ku fillojnë votat tonë e ku marrin. Edhe si që thash, mund të meshim edhe 30.000 vota dilqin vetëm, po mund mos qiqim deputet. Nëse ai edhe unë doshim që të ishim të lirë, boshim si ka bëha kërën shehaj, dilqim ati në fushë burrave, e meshim mandatin, edhe tjepë që përgjit ty sot unë, jo, ajo është i lirë, do shkoj aty ku e mendon. Për mendimin tim, ajo është kondicionu, të më thënë të jetë në çdo lloj vendimi politik së bashku me opozitën. A do bëj këtë apo jo, pastaj varet edhe nga personi, se unë nuk e kam kështu atë. Nuk do jetë, le të themi, qëndrim diktatorial i centralizuar i Agrondukës ndaj tij. Në fakt, unë besoj që ai është në njëjtë mendje me mua, besoj. Okej. Edhe Por nëse ai një nga konditat përpara se të vendosësh emrin e tij në listë, në diskutimin tim me te ka qenë kjo, që sido që të jetë rezultati, nëse ti zotëri je pjesë e Partisë Demokratike në pushtet ose në opozit. Megjithatë, nëse ai merr një zgjedhje tjetër, ju do ta respektonit qëndrimin e tij? Jo, për të respektuar jo. Pra, do detyroheshi të merrni qëndrim. Po pra. Respekt jo, nuk ka. Po qëndrim një zgjedhje tjetër. Po qëndrim politik. Ka që është mundësia ime. Unë kam dalë jashtë parlamentit tash. Okej. Pra, në një farë mënyrë i keni deri diku duart e lidhura për të kondicionuar qëndrimin e tij nëse ai tenton të shkojë te Unë besoj që ai të marrë këtë qëndrim që unë them. Tash vetëm i gjo kanë në jetë, në botë e kanë sigurt, në vdekje është sigurt. Zoti Duka, megjithatë, si po e përjetoni këtë moment? Tani ju jeni më relaksuar, nuk e di, bëj një pyetje personale, keni komunikuar me Berishën këto ditë, edhe qoftë edhe për rezultatin, apo e keni lënë në qetësi? Nuk kam komunikuar fare, të them drejtën. Ju e prisni këtë humbje kaq të thellë? Pardon? E prisni këtë humbje kaq të thellë? Domethënë e dyshosha shumë që mund. Ju në një farë mënyrë duke përcaktuar një mandat të mbyllur, në një farë mënyrë e kishit objektive, nuk është se synonit më shumë. Dyshosha shumë që neve mund të bënim rotacionin me atë gjendje që ishte opozita. Por nuk besoj e kur që rezultati do ishte kaq i thellë. Pse? Sepse e kam thonë me disa herë, por përsëris prap, opozita ka bo harakiri, ka plagos vetëm me 3 gabime të jashtëzakonshme. Mos pjesëmarrja për dajen administrative, dalja nga parlamenti edhe lënia e pushtetit vendor. Këto 3 duan vite të korrigjohen. Se kush e ka fajin aty, a ka individ, a ka gjithë forca politike, pastaj kjo vlen një analizë me këto analizat që njeh ti, vazhdojnë gjatë. Patjetër, është e vërtetë që po pa këto 3 kanë qenë, domethënë, plak të jashtëzakonshme të cilët treguan që nuk personalisht edhe unë jam dakord që këto cilësohen si gafat të cilat do duhen disa vite të riparohen. Po të ketë qenë gafa, është gjëja më që falet. Se fundin budalliku e në falet. Që do thotë mund të kenë qenë qëllimshme? Po të ketë qenë qëllimshme, kjo është, çfarë të them, nuk di fjalë më të rëndë me gjetë, domethënë. Kjo është krim. Kjo është krim, nëse ka qenë qëllimshme. E ke një ide sot? Se di, të lesh pushtetin vendor, 61 bashki, si ku mi qenë duke bo shaka, edhe ditë në zgjedhjeve thush mos i ngacmoni, se zgjedhjet do jenë të lira, unë këtase, nuk ma kaptroni. Sot e kësaj dite, dhe me thonë se e kam përjetu unë atë ko. Kam qenë kryetar, tu ku jam kryetar e Partisë Agrare Ambientaliste, kam shku kam bisedu me kryetarin e Partisë Demokratike të saj kohë, dhe i thash një ditë përpara, që do bëhet nesër?
A do bën votime me gjithmonë? Po, tha, po ne që do bëjmë, që roli kemi? Jo, tha, s'kene për të lutë gjo. Po që që kjo? Qa përfitojmë? Po si 61 bashkimi i falë, unë e kam thënë dhe shpesh, kjo është shumë i zotë ky Rama, shumë. Për këtë lloj fusha, edhe shumë fusha tjera, po këtë e njeh mirë më këtë politikën. Edhe ka ditë të shfryzoj gabimet e kundërshtarit. Po, unë e kam thënë dhe herë tjera, edhe një mendje bimesataren, jo mediokër, me këto 3 avantazhe, që ja fali opozita, nëse ja ka fal, nga budalliku, halal, po e ka fal nga, domethënë, marrëveshje, që, si thonë, underground, okulte, kjo mëse ne është kjo është e të mashme. Zoti Duka, ju duke patur parasysh këtë fazë që ju tha do t'i duhen disa vite opozitës për të rekuperuar, si e mendoni, pra, ka një shpresë që opozita mund të rri më këmbët, apo faktori Berisha në një farë mënyrë është përcaktues për fatin e opozitës? Jo, Berisha, me thonë drejt, si pas me dimi tim, te nuk e them për me u konformu, domethënë, me realitetin, po e them se kështu e kam bindje. Me gjendin që u kriju në opozit, me coptimin që u kriju në opozit, që i vetëm njeri që të regoj që arriti ta mbledh. Nëse nuk do bote Berisha këtë veprim që i boni, base as 50 deputet nuk merte. Në ato gjendin që ishte. Ktheu mrapsh retrospektiv para 2 vjetësh. Kur Basha vete, Berisha vete, Sheha vete, Shehun vete, ne që s'dishim ka të shkojshim, ishim ne Partit Alate, që ishim si Delis Marrito, kupton? Me ato kushte, as gjysmë me këti rezultatin nuk do merte. Në një farë mënyrë Berisha ka merit pozitive për këtë punë. Pavarësisht se shumë kushte gjykon që një gjë, efekti ose faktori humjes ka qenë Berisha. Ore, humje ishe destinuar nga gabimi që këshim bon në të kalumen. Amo Berisha një farë mënyrë e imblodhi, edhe ishte bashkëpunus, pavarësisht kalumeve, mërive që kanë pasur. Jo, ka një amun. Para shumë vitesh, kur unë kom qenë ministri, përse s'kam pas probleme Berishën. Po, pa tjetë, akuzat nga jush... I te i kalonte për hirtë se punë, i te i kalonte, njësje dhe jeshtë unë ishtë pozitive. Ta shtje mrapa të shqisë se diun. Me gjitha dhe, ju... Unë gjykoj që arritja është, letë që thonë disa agjeri, jo, se kë për këti ka humë për dhe. Mos ishte kë me imbledhe të që imbledhe, as pasë të ndadhe në më mërshë. Zoti Duka, me gjitha dhe ju do jeni kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, do vazhdoni të qëndroni. Me qetësinë që ju karakterizon në mesa e parlamentit. Jo, mu rezultat, unë kam thonë kështu dhe në fillim, nëse ne do kemi rezultat keq, unë do largohem. Po, rezultati duke t'i pranuar. Unë që rezultati është pozitiv. Se kolegët tuaj dështuan, Idrizi dështoi, Meta dështoi, Mediu dështoi, Dule dështoi, pra pse kolegët tuaj të këtij koalicion, pra kjo është ajo pesqa që në një farë mënyrë. Mediu ose nga tra, se nuk ka dështu. Mediu ka qenë konformum totalisht me PD-n, edhe domethënë, edhe aq kohë sa ka pas me umor me ato kandidatë vetë, sa kohë ka pas, se jo dini që Mediu ka kriju lobime me në SBA e tjerë, ka bërë dhe punë me nërgjuse për fushatën. Po. Unë gjykoj që e ka justifiku vetë në vetë, dhe në base me hyë aty në listave që ka pasaj, pavarësisht do një mund të ketë pasë që shtashun ty të atit berate dhe tjere, edhe me Diu do tjetë ke 20 sa mi vota. Jo, nuk na rezulton, ashtu me gjitha të është tjetër gjë. Përse këto tjeret, me thonë drejten, nuk është se kanë, dhe me thonë, kanë surprizu, sepse u bo kohë që edhe Dulja, miku ime, kam shumë mikë, si që kam edhe Idrizin, kanë kohë që edhe Lëreia, i kanë dhënë shenjët që janë për rrudhën, e kupto. Që do thotë boshti opozitës, kush do tjetë këte e tutje? Opozita do tjetë për dëja, boshti. Amo duhet bën një kod zgjedhor që i cili të mos i tremi të 2 palët edhe të bëjnë këtë lloj listet për bashkët. Duhet ty, gjithë se cive listet vetë. Sepse edhe kryer integritet, edhe atë pyetje që i përgjigjet, që më pyetët i shpara, që do bëjë deputeti jotë, ai mund t'jetë i lirë të marrë vendimet e veta, pra ka integritet ma shumë, edhe nga nga tjetër, dhe me dhënë, ka shumë më tepër mundësi që të mund të ketë rotacion politik në të ardhmen. Mirë po këto asnjëherë nuk kanë qenë, dhe me dhënë, komplementar ose faktor për të kriju një kod zgjedhor i cili fundit tjetë minimalisht i barabartë për gjithë. Për kundër, kod zgjedhor e ka gjustu, e ka rregullu, masi këto dolin nga parlamenti, oja lanë vetër, po. E qepi kostumin, e si desh vetë,
e gjoja hapi listat me të herë që në këtë unë. Herë në dytë më thënë se si në dhe unë nuk e di, se si kanë rada dakord të po dës me këtë kodën e dytë, prapë se marrë vesh, po argumenti këtyre ishte ky që dy mundësina dha Rama, ose ai që ishte, ose ky i dyti. Ky i dyti kishte konkurrencë më shumë, se kishte 43 deputet listë hapur, kështu që pranun këtë dytin si një keqe më të mirë. Po nga tjetër, Rama ishi kondicionuar nga gjykata kushtetuese. Edhe për Hersin, edhe për votimin e diasporës. Kështu që nëse këto të tregoheshin të fortë, edhe sepse duhet shumicë e cilësuar për të votuar kodin, mbase mund gjeshin një gjujtë çik më të mirë. Nëse do vazhdojmë po kështu, i kanë humbur zgjedhjet pa marrë 4 vjeç. Duhet të rregull. Shumë kush thot nuk e ka kodin dorë. Nuk them që e ka kodin dorë. Dorë e ka fryma. Po është fare thjesht që të shohësh që u mor 200.000 vota, duket janë marrë nga këto partitë e vogla, ja kuvertu me një sa 4 mandata, 6 mandata. Duhet parë me saksi, po duhet ju pyes pak për... Në 2013, për shembull, kur unë kandidu me siglën e Partisë Republikane, kemi qenë në aleancë me Partinë Demokratike. Në Durrës, tash e trash, po them, u doshin 6.000 vota për dalë mandati. Unë mora 10.523 vota. Dola vetë, kurse atë... 4.000 vota ja dha PD-s. Zoti Duka, megjithatë, duke qenë se Partia Agrare Ambientaliste është si profil një parti e majtë. Ose po duhet t'i zhduki partitë e vogla, le t'i zhduki. Le ta bëjmë, siç ka menduar. Pyetja është kjo, që ju jeni një parti e majtë, paktën klasikisht në nocion, në emër. E keni parë mundësi që mund të rreshtoheni edhe me qeverinë, me të majtën? Qeveria ka marrë. S'ka nevojë për ju, po thoni. Qeveria ka 83 mandate dhe 3 i ka të ati Tom Toshin, cili ka shpreh pavarësisht problematikave që ka me përsen, unë do jeme me Partinë Socialiste, apo jo? Ka 86 mandate, për që për i duhet ale atë tjetër, që ndaj pushtet? Ti e ditë për thonë që u bot 12, për shko 16, Oreksi vjetë duke ngrënë. Dikur dau pushtet, a i tashme që ka një mega pushtet, i duke që ku i merë jetë, ku i merë pjesë pushtetit, që nuk ka nërmen. Edhe i me ta lypë që me nomin e aja japim ose aja japim. Po nuk e djetë, se mbase e bën një ftesë, nëse do të bënde një ftesë Rama për ju... Po te do të pysish mu. Oke, kur të vi po erdhe një ftesë. Nuk bën ftesë, po edhe unë nuk e menoj këtë punë. Zoti Dukat, me që jemi tek Rama, edhe pak minuta kemi, mendoni që çfarë mund bëj ai me këtë mega pushtet? Unë kam shumë frikë që mund të rrëshqasi, pavarësisht se ai ironizon e tallet në një pushtet autoritar. Është normale, kjo. Se nuk varet vetëm nga ai, a kupton. Duke qenë që këto ka kaq shumë vjet pushtet, shumë kujt ajo zyrë e pushtetit i duket se zyrë e shtëpisë vet. Ka shumë vjet. Po. Edhe për meritën e vet dhe për fajin e opozitës. Kështu që kjo do duket në të ardhmen. Ka një gjë që mega pushteti t'jep edhe i fal lirësie për të plotësu ato optik që ke ti. Idet që ke. Idet që ke ti. Mund t'a bëj Rama këtë? Me këto vota tashmë? Po edhe mund t'a bëj. Apo do shkoj sërish të kërkoj kompromis me Berishën? Në orakullit, po besoj që do ketë problematika me kaq shumë pushtet. Do ishte shumë mirë, jo për hir të asaj që ne jemi një parti e vogël edhe po a them këtë që po them tash, sepse unë as kam mend më përzini herë me pushtetin edhe nështë edhe një politikë aktive s'kam me, kam dalë në pension. Por t'ishe shumë më mirë që ta kishte një shenjë zbutëse. Do t'kishte një lehanë. Si kundërshtar, i keni quar dhe i mesazh urimi Ramës këtë ditë? Jo, nuk i kam quar realisht, sepse me qëndrim që përmban opozita. Okej, i vazhdoni ta respektoni qëndrimin e opozitës. Du të respektoj qëndrimin e opozitës. Basi, nëse opozita pranon zgjedhjet, absolutisht i bëj mesazhurimi, individualisht mund t'ja bëj, por problemi politikisht... Individualisht ju pyeta, se politikisht është çështje, nuk më themi që dini në tribunën e PA-s dhe t'i deklaroni. Po shtemi që edhe nuk i lypet shumë, se aqë shumë e kanë uru. Aqë shumë e kanë... Zë duka i që... Një urim nga ana ime, nuk do i bëj përshtypje fare. Unë kam përshtypjen që do a kthente mesazhin, po ta uronit. Jo, e kthen, përgjithësi e kthen ai. Se kam të frikë. Dhe i pyetet fundin, tani do keni shumë kohë të lirë, me çfarë do merreni? Unë kam ca biznese të mia. Përveç biznese, kuptohet. Realisht me biznese në kuptimin që unë të filloj të hyj në llogarie, në banka, edhe se ka pas bërë një herë, po ana tjetër i kam humbur reflekset. Po të vazhdoj të merrem me zanatin tim, kam një vresht, bëjmë një verë duka,
cilën do mënon të perfekcionoj, të jetë tregë, të ngre akoma ma shumë. Pjesa tjetër, nuk e di se si mund të, po, okupom një pjesë të rëndësishme me atë, edhe pjesë tjetër politikë natyrisht. Më vjen mirë dhe ne do kemi her pas here mundësi me konsensus tuaj ju kemi studio për temat veçanta, sidomos për bujqësinë, po më vjen mirë që po e lini politikën aktive si fitues për shkak të një rezultati jo, nuk po them shumë të lartë, po si do që tjetë më mirë se alat e tjetë PD-s. Për rezultatin po, fitus mund të konceptohet në këtë fakt që unë e kisha një mandat, edhe këtë mandat mund të meshe për vete. Pa tjetër. E transferova. Kështu që më vjen mirë që... Edhe uro, dhe më thënë, kam shumë dëshirë që këtë lloj shembull ta ndjekin shumë tjerë. Pikërisht sot e ka dhënë zoti Dashej, kështu që mendon shumë mirë ka po. Është një mesazh që ja jep dhe kolegëve të tjerë që vazhdojnë në politikë për shumë. Po, sidomos disa atje, edhe nuk e di. Njerëz ka mosha ime 70 sa vjeç, nuk është i soi. Nuk është i soi, domethënë të rinë jashtë, të ri ky Ilir Ali Mehmeti, pengë kam atë, domethënë. Po mirë, dakor, se më ngacmove vetani, nuk doja të ktheheshe prapë, po në qoftë se 7 vjeçarë duhet largohen, po 80 vjeçari Berisha nuk duhet largohet? Jo, Berisha nuk e ka komentu dhe herë tjetër, sepse e kanë krahasuar me këtë vendim që unë kam marrë. Berisha tregoi që mujti, siç u thash, të mbledhi copsat e opozitës edhe të krijojë një opozitë fort në këto zgjedhje. Gjë që askush nuk e bëri, nuk i ka marrë me dhunë. Berisha isha vetëm tek pull, me 2-3 besnik të vetë, bëri atë që quhet foltore, ku di unë, këto erdhe, një ka një, a erdhe që ki Berisha. E që fa i ka Berisha, si majli lulli e dhja. Kjo është historie e për... 81 vjeçar, po, 81 vjeçar që unë, kërë kam qenë Selanik, u këthim nga Selanik, u ule me hongër drek, këtë thamë falni muaj se unë për hiki. Ku të shkojnë doktor, dhe hikin ku qosi, kam thonë fjallin me fjallin për takim, tha. Nërkoj ju vazhdoj drekës. Unë hikin shpi, pastaj, ishe i lodhë, mëzu gjumi, tuk e pan televizor, fjallim në Berishës. Që unë jam 67 e jo 81, po energji ka. Me gjitha të, jam i bindur që ju do të shijoni më shumë jetën se sa doktorit. Faleminderit, zoti Duka. Ishe kënaqësi. Ndërkohë të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të emisionit për mbrëmjen e sotme. Natën e mirë dhe mirupafshim.